Pak orë pas praimit të parë të Big Brother VIP Albania 5 ka nisur edhe Big Brother VIP Fans Club në moderimin e Kiara Titos. Ky program nisi ndryshe, ku i pari që hyri në skenë ishte fituesi i Big Brother VIP 2, Luiz Eili, i cili prezantoi bashkëshorten e tij, Zonja dhe Zotërin Çapaqula. Në shtëpinë e tretë më të famshme, se e para është shtëpia e bardhë, e dyta është shtëpia e Big Brother, e treta është kjo ku jam unë, shtëpia e Fans Club Big Brother VIP. Kam ardhur vetëm për një qëllim. Ju do thoni çfarë do ky këtu. Unë do prezantoj atë që do e prezantoj. Ajo është një vajzë, një grua tashmë, që nuk do të jetë kur vetëm sepse më ka mua në krah. Jam munduar ta lënë në hije, por hija nuk e mbulon kur dritën. Ajo është drita e diellit. Bashkëshortja ime, nëna e Lunës, Kiara Tito Eili, bëra atë që do të bënte çdo burr për nënën e fëmijës së tij. Tani mua më duhet të iki se më vjen nëna në rinas. Atëri unë apo merresh veti me këto, u shpreh me batuta Luiz Eili. Batutat vazhduan me Kiarën që tha, një pyetje kam unë. Unë jam këtu, ti e këtu, ku është Luna? Në fund nuk munguan as momentet romantike. Me Luizin që i dhuroi një puthje Kiarës përpara se të largohej nga studio. Nëse ju pëlqeu kjo video shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.